Unë do shikoj që normal që Selina do të reagoj, sepse Rogerti vazhdon me të njëjtën gjuhë kundër familjarëve të saj. Ndërkohë, me secilin, edhe unë prandaj reagoj, se me ato lloj mënyre mqaset. Çfarë mund të bëj tjetër? Ka ofenduar Një sekond, një sekond. Çështja është, Monika, që në momentin që e shikon që njeriu që ke përballë, Rogert. Po. Njeriu që ke përballë, jam shumë dakord me ty. Gjërat që thot Rogerti janë skandaloze, të tmerrshme, të turpshme. Nuk di. Mirë po, kur ai nuk arsyeton, pra është e kotë që ta vazhdosh, sepse më duket ndonjëherë sikur edhe ne përsërisim veten. Po patjetër që ato do mbajnë të dy njëri tjetrin në lojë. Pra. Se, dhe themi këtë. E them këtë. Por unë mendoj që mënyrën që kanë zgjedhur shumë të gabuar. Gabuar, po. Sepse japin një energji shumë negative. Ata do ta mbajnë njëri tjetrin në lojë. Sepse nëse ata vërtet do ta injoronin njëri tjetrin, ata nuk kishin pse merreshin me gjëra jashtë shtëpisë së Big Brotherit. E para, unë kam vetëm një pyetje për Rogertin. O Rogert. Edhe ti pyetje, po. Po. A ke frikë nga Selin ti? A kam frikë nga Selin? Po, në lojë. Po normal se ka më shumë ushtar. E shef pra që e konsideron? Cilët janë ushtarët e Selin sipas teje? Nëse të mlete Selin për me marrua tek dasmes, do i thoja, Selin ka Shëndritin, ka Gimbon, ka Greten, ka Mateon, edhe si e ka kjo? Nikol, ka edhe Tanin tani, Ja, këto janë ushtarët e Selins. A ke emrit, i kam dhe unë emrit. Në rregull jena, do se përgjigjen. E mori Monika përgjigjen, Monika? Jo, unë e mora përgjigjen dhe është ajo që ato pavarësisht se thonë që nuk kemi lojtar të fortë, por ata të dy e konsiderojnë njëri tjetrin dhe po luajnë tangon bashk në një farë mënyre duke anashkaluar gjithë pjesën tjetër të shtëpisë dhe duke e kthjellë gjithë vëmendjen rreth atyre të dyve. Po unë e di pse e bani jo këtë. Jo bani këtë që aleat tonë të hikin e të vazhdojnë edhe ta shohin në vetëm. E di pse e bani. Po, mundesh. Albert, do të bëj një pyetje. Nëse ti do dëgjoje, nuk po e krahasoje me asnjëri të afër, po them një shoqen tënde, ti ishe këtu brenda dhe çoi Rogerti dhe ti thoshte, femrat e leta si puna jote, unë sot brenda darkës e fus në krevat. Çfarë do mendoje ti për atë shoqen tënde? Dhe si mendon ti sipas te një vajzë, a është normale ti ke përgjigje për e para në një fjali e ofendon dy herë, e para që ti e femër e lehtë, e dyta që një mashkull mund bëka çfarë do dojë me një femër duhet të fus krevat. Me Arbrin. E di që të pëlqej, po flas me Arbrin. E di që do të kesh përgjigje Arbër? A është pyetje? Po, pyetje. E mirë se s'ka pikë as pikë pyetje. Pjesën e meregjishura prandaj. A e para duhet të kthyer shoqja jote përgjigje dhe e dyta, a është korrekte që asja një mashkull nga një femër në një sekond, Selina, a është pyetje me alternativa apo është pyetje Jo, janë dy pyetje. S'para herë nuk kam shoqe, unë kam grua. Jo, nuk thash, të thash. E para. E dyta, po mirë tani unë s'm ndërpreva. Po nuk s'm ndërpreva më. Isha shumë e qartë në atë çfarë thash. Thash nuk e krahasoj me motrën, me gruan, me familjarët, po krahasoj me një mikesh. E kishte për një mikesh. Për kë e ke tash? Po pra, unë po them me një njerëz të afërt tënd, një mikesh, nuk po marr. Jo, po më thuj për kë e ke, mos ma le të shut hapur. Për një mikesh e ke. Okej. Unë do të bëja pikërisht atë që ke bërë ti, disa kohë më parë. Që madje mua më pëlqeu shumë, që ke treguar që je mjeshtre për të injoruar një njeri i cili ka marrë përsipër të të ofendoj, të denigroj. E ke thënë në përshpi që mënyra më e mirë për të dëmtuar dikë që është kaq agresiv ndaj teje është injorimi. Kaq po them unë. Sepse ne me shoqëria aq e mirë kuptuesh pas asaj që të dëgjojmë. Ti thoni vajza që ti e rëndësisht mund të të jepi ti kredibilitet mirë. Ne kuptojmë të vajzën që injoron. Jepi ti kredibilitet mirë. Ne kjo lloj shoqërie jemi shumë të emancipuar. Edhe mbështesim atë vajzën që e dalin rrylat e fytit për tu vetë mbrojtur sesa një mashkull si Rogerti që si e hapa. Nuk është e vërtetë kjo. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo që po tenton bësh është manipulim. Jo, kjo nuk është manipulim. Kjo është qasje. Është manipulim. E di pse. A e di pse është manipulim? Manipuluse. Sepse gati 15 emisione me radhë Rogerti është kritikuar për çdo fjalë që kanë thënë nga goja. Këtë duhet ta pranosh. Është kritikuar po ka Po, është kritikuar për çdo fjalë që kanë thënë nga goja. Nëse ju, të lutem. Unë premtoj që
Nëse ju keni arritur në nivele, nëse ju, të lutem, Selin, ta harrosh, Mos harro të përdorësh në lojë. Ta harrosh se ju me njëri tjetrin keni arritur që ta çoni debatin në këto nivele. Mos kërkoj që të hedhësh rrjetët na kapësh edhe neve të ajo. Jo. Në gjë keq. Unë flas atë që mendoj, dhe unë kam kritikuar gjithmonë lojën e Rogertit. Dhe mendoj që është lojë pisët, po e kam thënë sërish. E mirë kuptoj atë që ti thua, pra e mirë kuptoj që ju jeni në syrin e publikut edhe publiku natyrisht ndonjëherë në momentin që një gënjeshtër thuhet mjaftueshëm herë, pastaj fillon edhe lexohet si e vërtet. Po, gjithashtu mendoj që publikun nuk e di pse ndonjëherë e merrni si më pak inteligjent se ç'është. Po e marr shumë inteligjent, publiku është jashtëzakonisht inteligjent. Dhe përveç se gjërat që thoni, lexon çdo rrotullim sysh, çdo gjë që thuhet në përdhëmb, çdo lëvizje, është shumë inteligjent për të kuptuar çdo gjë aty brenda. Dhe asnjëherë mos e vini kurse si në dyshim që publiku mban qëndrimin e duhur kur vjen puna qoftë për prekjen e integritetit të femrave aty brenda, qoftë për të dënuar dikë i cili e tepron në mënyrë flagrante dhe të jashtëzakonshme. Për këtë të jeni të qetë dhe uroj vërtet të keni pak më shumë besim ke publiku dhe do e mos ke vetja juaj. Nuk është publiku budalla që çdo gjë që fluturon hahet. Thotë jo, nuk hahet. Dhe ndonjëherë Selin mjafton një herë. Nëse bëhet më shumë se sa një herë, atëherë i bie që dhe ti ke ndonjë interes, se nuk ka mundësi. Dua të flasim pak tani për një tjetër debat i cili ka lindur në fakt pas një sfideje e cila kërkonte shpejtësi, saktësi dhe bashkëpunim në instalimin e sistemit hidraulik Fastec të Al Nobel.